Në të përditshmën tonë shohim jo pak njerëz që kanë mbetur besnik të dëgjimit të radios pavarësisht televizionit dhe telefonit të teknologjisë smart. Atje ku ushtrohet profesioni i krehjes dhe gëshërës, aty ku udhëton me taksi apo kur guidon makinën tënde. Zgjedhja më e shpeshtë dhe më praktike është informimi dhe dëgjimi përmes radios. Petrit Dalana i flet me më shumë emocion për 13 shkurtin si dita botërore e radios, sepse ai e ka të lidhur fëmirin me të, por ka edhe një shkollim për teknikë radioja. Radion e kemi njohur që fëmijë, që të vegjël, sepse ishte një nga të vetmet komunikim me botën, që kishim me muzikën, me këngët, me programe të ndryshme, që të vegjël. Por unë jam shkolluar në fushën e radios, në shkollën e mesme kam mbaruar për radio. Radion e kemi pas shok jete, në familje, në punë, në për ambiente të ndryshme. Teknologjia ecën, sot kanë arrit, ne kemi telefonin që është edhe radio dhe televizor dhe komunikues dhe në gjitha. Por megjithatë radio mbetet me rolin e saj. Arqile Leka thot se teknologjia ecën, por radio mbetet. Udhëtimi im me radion ka vazhduar gjithmonë, e kam dëgjuar me vëmendje për të gjitha, domethënë, për kulturën, për arsimin, për shëndetësinë, për bujqësinë, për tregtinë, domethënë për çdo gjë që fliste, e kam dëgjuar. Radioa për mua ka qenë një gjë shumë e mirë, sepse dëgjojmë lajme, pavarësisht na pëlqenin, nuk na pëlqenin, po për atë kohë ishte vetëm një radio që dëgjojmë se dhe televizori erdhi vonë. Ndërsa me ardhjen e televizionit, zakonisht, jo unë po thuaj se gjithë popullata rrallë dëgjon në radion, sepse shikojmë stacione të ndryshme të televizionit. Për taksistin Arben Lipe, radio është një shoqëruese e udhëtimeve të tij dhe gjithë njerëzve të këtij profesioni. Ne jemi të dashuruar me radion. Domethënë me aspektin e punës që kemi ne si taksista, ne jemi tërë ditën në udhëtim në këto dhe shpesh marrim informacion nga radioa, se ne vonë darkën vidhemi në shtëpi dhe nuk parashikojmë televizor. Tërë ditën jemi në makinë. Dhe zakonisht marrim informacione, gjëra, dëgjojmë, se jemi në udhëtim. Për forcën e zakonit, por edhe se radio ka mbetur një dashuri, Petriti thot se në subjektin ku prej vitesh tregton pajisje elektronike e elektrike, ditën e mbush me tinguj dhe me emocione radioje. Ajo që më kujtohet dhe që nuk e haroj, kur isha jashtë, emigrant, qohesha që në 5 të mëngjesit të dëgjoja pak atë emisionin e mëngjesit, atë këngëve popullore. Radio Tirana. Të Radio Tiranës, që sikur më jepni një energji dhe më zbukurojnë ditën kaq shumë, por ajo vala më vinte me ndërprerje dhe e ngjisja veshin tek radio vetëm të ndjeja sa do pak atë kënaqësinë e zërit të radios. Në Sarandë radio vazhdon të ketë besnikët e vet, për shkak të profesionit që bëjnë, por edhe pse radio u është bërë mjet informimi dhe dashurie për muzikën.